Përshëndetje, temat për sot në lëndën e fizikës klasa e 9 janë energjia për të ardhmen dhe tema e dytë, projekt, mënyrat e prodhimit të energjisë elektrike dhe kursimi i saj. Situatet e nxënit, karburanti me hidrogen. Rezultatet e nxënit sipas kompetencave të fushës lëndës për temën mësimore. Nxënësi përshkruan se çfarë është energjia bërthamore, tregon pse reaksionet e bashkimit bërthamor nuk zhvillohen në tokë dhe shpjegon avantazhet dhe disavantajet e përdorimit të karburantit me hidrogen. Fjalë kyçe, mbledhje e karbonit, bashkim bërthamor. Energjia për të ardhmen. Ne dimë që me rritjen e popullsisë rritet edhe kërkesa për elektricitet dhe karburant, dhe njerëzimi varet shumë nga teknologjia. Të shikojmë teknologji e re për stacionet energjetike, mbledhja dhe depozitimi i karbonit. Kur një karburant digjet, kryesisht karburant fosil digjet, ai nxjerr dioksidin e karbonit në atmosferë dhe kjo ndikon në ngrohjen globale, gjithashtu edhe duke shkaktuar efektin serë. Është e mundur që të heqim dioksidin e karbonit nga gazet që harxhohen pas djegjes. Kjo do të ulte ndotjen nga djegja e karburanteve. Teknologjia e mbledhjes së karbonit është zhvilluar në mënyrë që të lejojë stacionet energjetike të paksojnë ndotjen që shkaktojnë. Kjo teknologji është e kushtueshme për të zhvilluar e studiuar, por do të lejonte vazhdimin e djegjes së karburanteve të lira. Dioksidi i karbonit që mblidhet duhet të depozitohet në mënyrë që të mos përhapet në atmosferë. Është e mundur që ai të pompohet në puset e thella të naftës dhe të depozitohet për një farë kohe të gjatë. Përzierja nukleare, bashkimi bërthamor. Bashkimi bërthamor është procesi i bashkimit të bërthamave të atomeve të lehta për të krijuar një atom më të rëndë. Këto reaksione ndodhin në diell dhe në yje, sepse në këto trupa qiellor krijohen kushte të favorshme për zhvillimin e këtyre reaksioneve. Temperatura që ato kërkojnë është temperatura që të zhvillohen këto reaksione duhet një temperaturë shumë e lartë. Prandaj reaksionet e bashkimit bërthamor nuk zhvillohen në tokë, sepse nuk kemi ne kushte ose një enë të përshtatshme ku të zhvillohen këto reaksione bërthamor, sepse temperatura e tyre është shumë e lartë, mbi 1.000.000 gradë Celsius. Kështu që deri tani janë bërë vetëm eksperimente të shumta për energjinë e bashkimit bërthamor, por nuk kemi një mënyrë të prodhimit të energjisë bërthamore në tokë. Karburanti me hidrogen për automjetet. Shkencëtarët po përpiqen që të gjejnë burime të energjisë të cilat shkaktojnë sa më pak ndotje në mjedis, pra që nuk prodhojnë dioksid karboni. Një element i zakonshëm në univers është hidrogeni, dhe oqeanet e tokës kanë të depozituar sasi shumë të mëdha hidrogeni në molekulat e ujit. Kur hidrogeni digjet në ajër, i vetmi prodhim i këtij reaksioni janë avujt e ujit. Për shembull, hidrogeni i cili hyn në reaksion me oksigjenin në ajër, jep vetëm molekulat e ujit, pra nuk shkakton ndotje. Përdorimi i hidrogenit si karburant nuk shkakton ndotje në mjedis, pra nuk jep dioksid karboni, por vetëm avujt e ujit. Gjithashtu, një përparim tjetër i karburantit me hidrogen është se në vëllime të vogla hidrogeni mund të ruajë të depozituar një sasi të madhe energjie kimike. Ky përqendrim i lartë energjie do të thotë që karburanti mund të përdoret për t'i dhënë energji elektrike një game të gjerë automjetesh. Për shembull, karburanti me hidrogen është një zëvendësim i shkëlqyer karburantit të zakonshëm, dhe hidrogeni i lëngshëm përdoret si burim i energjisë tek anijet kozmike. Por një disavantazh i karburantit me hidrogen është se ai kërkon që të ndahet hidrogeni, duhet që të përdoren procesi elektrolizës. Elektroliza kërkon një sasi të madhe energji elektrike, kështu që prodhimi i hidrogenit në këtë mënyrë nuk kursen energji, por harxhon energji elektrike. Që të prodhojmë hidrogen, duhet të ndërtojmë më tepër stacione energjetike për të prodhuar karburantin. Ky është mësimi për sot. Detyrat që duhet të zgjidhni ju në fletorët të detyrave të shtëpisë është ushtrimi 1 dhe ushtrimi 2, faqe 81, ndërsa projektin do ta dorëzoni herës tjetër. Ju faleminderit dhe mësim të mbar.